Nuk mund është edhe kur jetë, ndërsa kur të shohet, ka njerëti du me shku me qesh para pacientit. Së mund është me usjell, se shpesh pacienti, sidomos kur pret në analizë të rëndësishme, a i bazë mimikës tone e merë për shtypjen çfarë analizë, që ka dorë analiza. Edhe sërë të ishtë në dhoma i të pret, qysh po reagon ti. Prandaj, realisht du me pas spaku empati dhe mshuri, në që se pacienti ka një smundje tronë, ti nuk mund është me pas empati ndaj tij, nuk mund është me qesh e me thonë ke kancer. Se dhe aje din që pasaj është një problematik shumë e madhe, nuk është problematik e vogël. Prandaj, gjitha këto e bojnë profesionin e shëndetësisë profesion shumë të rëndësishëm, domethënë ndaj cilit duhet përkushtimi i vazhdueshëm, edhe besoj që shumica e punëtorëve shëndetësor kur e zgjedhin këtë profesion e kanë parasysh këtë, domethënë që kanë një dëshirë me pas një përkushtim ndaj pacientit vet. Mjekësia, po, deshta vesh diçka me shtu këtë këto çka tha i Zeti, më thonë, në ndërkohë gjatë krejt punës lodhjes që se vren gjatë krejt këtyre orëve që je me pacienta, në fund ditës e ndin vetën shumë të plotësum. Që veç na e kuptojmë mjek, do me thonë, krejt ajo përkthehet në një lloj përmbushje. Do me thonë se pavarësisht kohës që ja kushton, përvojës që ja kushton, në fund ndjehesh i lumtur sepse ke arrit me